sipas parashikimit tuaj për të dielën, a e fiton Prishtinën, a e fiton Mitrovicën, a e fiton Prizrenin? Kush del më mirë me komuna në Kosovë? Po flas për nuk du se janë 12 komuna, ne garojmë... Shembull, nise me Prishtinën. Në 12 komuna ne pretendojmë të fitojmë, dhe besoj që Prishtina edhe Mitrovica, në 2 qytetet që edhe jemi fokusuar, por edhe Prizreni do të fitojmë, por edhe në 9 komuna tjera. Unë besoj të paktën deri më tash jam në teren tërkohën në Prishtinë, dhe po është fryma për lëvizjen vetëdijse për zotin Qeku dhe jam i bindur që dielën Prishtina do të kalojë në duart e lëvizjes vetëdijse. Gjitha partitë tjera anti-Qeku si fiton? Po mirë dhe unë. Po jo, po si fiton? Hajde ta ballafaqojmë këtë, se nuk është vetëm kjo moment për të slogane politike. Nëse PDK-ja bëhet me përpënd, të cilën nuk e ka patur shumë për qefin të kaluarën. AK-ja, po ashtu, ndoshta që nga raundi i parë është bërë me përpënd, me përparimin. Aktualment, ndoshta është... Po, se në analizë të statistika. Kështu ka qenë edhe para 5 vjete. Po pra, po nuk po them që... Pa nuk dhe me thonë që edhe atëherë kanë qenë me përpënd. Atëherë se dhja ka qenë me përpënd, se ka njohë me përpënd. Po që logika është që... Atëherë nëse ka qenë pak me në dëgën. Zgjedhje merr gjysmë e ka rezultatin më të madh. Nisma ka qenë me përpënd. Unë nuk mendoj që edhe elektorati i PDK-s